Partia opozitare maqedonase LSDM ka vazhduar të publikoj bomba, siç i quajnë ata, të keqpërdorimeve të qeverisë së Mickoskit. Aleksandar Sasha Dimitrijević nga kjo parti tha se vetëm 2 muaj më parë, banka serbe Alta Banka ka marrë në pronësi Stopanska bankën SHA Manastir, për të cilën ai tha se pëlqim ka dhënë guvernatori i Bankës Popullore Trajko Slaveski. Nga LSDM theksojnë se ky transakcion, sipas tyre, është i pandashëm nga rrjeti financiar politik i strukturave në pushtet të Hristijan Mickoski dhe VMRO DPMNES dhe pyesin nëse kjo nënkupton hapjen e rrugët për transferimin e kapitalit dhe ndikimeve të dyshimta nga Serbia në mashininë e Veriut. Për këtë arsye, LSDM kërkon që Drejtoria e Policisë Financiare të hapin hetim për këtë dhe të hetote prejardhje parave dhe rreziku i pastrimit të parave. Srpskata Alta Banka ja prevzet. Pronari Alta Bankës është Davor Makura nga Serbia fqinje. Në një kohë të shkurtër nga pronari një kombimoreje të vogël në Zemun bëhet pronar banke, investitor që ka kontrata me kompani gjigante shtetërore në Republikën e Serbisë. Opozita serbe rregullisht e akuzon Makurën për krim, ndërkaq mediat në Serbi e lidhin miqësinë e tij edhe me Milan Radojčićin, i cili është në sanksione amerikane dhe në listën e zezë. Dimitrijević tha se kjo nënkupton hyrje ligjore të rrjedheve të dyshimta financiare në mashininë e Veriut dhe hapje të derës për pastrim të mundshëm parash. Ai ka pyetur se si është e mundur që Banka Qendrore Evropiane ka ndërmarrë një hap kaq rigoroz, ndërsa tha se Trajko Slaveski dhe Banka Popullore e kanë lejuar pa hezitim të ndodhë kjo.